të moralit, që ngrihen sot njerëz të i heqin filmat, të shkruajmë, të bëjmë. Është fyerje e madhe për një komb, për një shoqëri, të rikrijosh cenzurën. Ne kemi vuajt nga cenzura. Shqipëria nuk pati një cenzurë të formatuar, se po themi në fashizëm, në nazizëm, jo. Po kishe strukturat ishin cenzuruese. Për të kaluar një film, nga redaksia që diskutojsh, do kalonte në Këshillin Artistik, aty do vinte në ministri, nga ministria do vinte deri atje. Ajo atje i kupton të gjitha. Do kthehesh mbrapsh, hiq këtë, bëj këtë. Nuk është kështu siç kanë dëshirë. Jo vetëm hiq mbrapsh, po si rriqen regjisorën, frikë çfarë do thotë? Me zemër të ngrirë. Çfarë do thotë? Nuk ka regjisor që nuk ka pësuar gërsherën. Ja. Është pamundur, pse? Jo, mua më ka ndodhur në krijimtarinë time, unë e dija që X person nuk është aq i paditur. Në atë kohë edhe mërsitesh, apo tani më mbrapa e kam kuptuar, si duket donte të ekzistonte i shkreti. Ate i kishin vënë një vend atje në komitet qendror, atje edhe ai donte të shkruajë atje që ai bëri këtë vretje. Do të bënte vretje patjetër. Do të bëronte veten ai. Po në atë kohë thoshte idioti, si mund ta bëj këtë vretje? Thoshte në atë kohë. Prandaj po ti jetë që i shikojmë gjërat në mënyrë objektive, duhet të shikojmë me nivelin që kemi sot. Sot shoqëria shqiptare ka një nivel të zhvilluar, por ka një mangësi, është një kontradikt, niveli i zhvilluar me ekonominë e pazhvilluar. Jo vetëm këtë, nëse më lejon, do të shtoja që ne kemi zhvilluar sot në luks, qoftë edhe në teknikën e kamerave është bashkëkohore, por unë nuk mendoj që sot ne kemi një brez të tillë kineastësh, regjisorësh, aktorësh, po e lejmë anën ideologjike, për atë që thotë jo, unë kam diskutuar gjatë, unë jam për t'i parë realisht filmat, por jo për t'i hekë, se është pjesë e historisë tonë, dunë s'dur ne, është si historia jonë, kemi pikat dobta, kemi pikat forta, kjo kultura, jam dakord me ju, është komplet censur komuniste, t'i hekin filmat. Po çfarë bëri komunisti? Jo, po krijove një grup do të thotë që të risjellësh cenzurën. Po krijove grup. Do krijohemi ne të dy se jemi të ditur dhe do të dëmtojmë atë tjetër. Tjetrin. Kush jemi ne? Lenet lirë. Arti ka gjykim subjektiv. Subjektiv. Është ndërkombëtare kjo. Nuk ka në art, se nuk jemi në shkencë, jemi në ndjeshmëri, jemi në përgatitje. Nuk është gjë të bëjmë kafe. Jemi në përgatitje, në estetik, në kulturë, në dije. Ne para se të hynim këtu bashkë kemi diskutuar për një lloj, jo për plasje, por një lloj debati kështu, konfident miqësor për Kadaren. Edhe unë të them dëgjoj se ke gabuar, të them unë. Edhe ti më thua mua, jo me plan se ti je tari ti. Mund të jetë e vërtet, si je njëra dhe tjetra, po ne jemi njerëz civil, të lirë. Pa diskutim. Edhe liria, për të bërë njeri i lirë, se ti provove dhe Amerikën, edhe nuk ka rëndësi, ëndrrën që mund të kishe një djalë i civilizuar në Tiranë, edhe provove dhe Amerikën. Liria nuk është që sheshit i bjet me këmbë. Liria fitohet me mund. Dhe që ta mbrosh këtë liri, duhet të kesh kulturë. Po s'pa të kulturë ti e shkatërron. Kush e kanë zhvilluar lirit? Popujt e kulturuar. Franca pra, Anglia pra, aty janë lirit më të mëdha. Ata e kanë krijuar, po e mbrojnë. Po e mbrojnë me gjak. Po ti cënosh lirin aty. Nuk mundet një njeri i paformatuar, nuk do të prek njeri se gaboj, që të them s'ka lexuar një libër do më jap mend mua, po pritër 1 minutë tani. Unë kam gjithë jetën që investoj për të drejt film. Kam 60 vjet. 60 vjet që bëj vetëm këtë punë. Dhe përpiqem që ta bëj me dinjitet, të respektoj veten, të respektoj miqt, auditorin, ose kur lektoroj ke studentët. Unë tash tërë këtë mundimin tim del ti si papritur, më thua hiqe se them. Po kush je ti?